Të nderuar miq, ja kur I takojmë sërish në takimin e përditshëm në këtë muaj të begatë të Ramazanit në emisionin Kjo është koha. Erdhi koha të shihemi sërish dhe të reflektojmë mbi disa kuptime të rëndësishme në këtë muaj të begatë të Ramazanit, duke shpresuar për gjithë secilin prej jush që këto ditë kanë qenë të begata, kanë qenë të mbara. Ju ftoj që të qëndrojmë së bashku në këto minuta në vijim me një temë gjithashtu e rëndësishme. Do të flasim për Ramazanin si muaj I vërtetësisë. Shumë koncepte, shumë aspekte për ne janë të vërteta, po jo detyrimisht ju shkojmë aty deri në fund. Jo detyrimisht të arrim thelbin e tyre dhe jo detyrimisht të marrim më të mirën prej tyre. Dhe si të jetë Ramazani si një shkollë reflektimi për të marrë më të mirën e saj dhe për të na ftuar gjithashtu në një lloj koncepti I cili merr më të mirën e jetës, më të mirën e revelatës, më të mirën e asaj që na ofrohet nga qielli dhe nga toka. Për të folur mbi këtë temë, ne kemi kënaqësinë që të kemi në studio hoxhën e nderuar Sabodin Ashari. Profesor, mirë se vini. Mirë se gjeta. Profesor, së pari Ramazani begat për ju dhe për gjithë besimtarët. Për gjithë bashkë. Amin. Ne do donim që të ndaleshim tek ajetet e Kuranit, të cilat flasin për Ramazanin, ajetet që besimtarët veçanërisht në këtë muaj I dëgjojnë në mënyrë të përsëritur. Është një ajet I cili në një farë mënyrë na kthen në histori, por se edhe na ndihmon për të kuptuar aktualitetin ku ndodhemi, po ndoshta na ndriçon dhe të ardhmen. Ajeti I cili flet për agjërimin fillon konkretisht duke thënë: O ju të cilët keni besuar, është bërë obligim agjërimi. Pra duket sikur drejtohet Kurani atyre të cilët kanë besuar dhe sikur agjërimi është ekskluzivitet I atyre që besojnë. Pra ndoshta duhet që të ngrihemi në nivel besimi për të patur agjërim. Dhe agjërimi nuk është thjesht një dietë apo një inerci tradite apo arsye të tjera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Filloj me emrin e Allahut mëshirues mëshirëplotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëshortët e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në gjykimin. Normalisht kjo ajet kuranor është, le të themi, ajo baza doktrinare, baza ligjore, po mbi gjitha baza parimore dhe konceptuale e agjërimit. Është një ajet kuranor I cili përfshin brenda të shkuarën, tashmën dhe të ardhmen, madje përfshin, le të themi, jetën njerëzore deri në ditën e Kiametit, në lidhje me agjërimin. Kam përshtypjen se e kam theksuar më shumë se sa një herë, mendoj, parimin që Kurani në lidhje me adhurimet madhore ose me obligimet madhore dhe veçanërisht me shtyjet e Islamit është I drejt për drejt dhe shumë eksplicit si në aspektin e obligimit e në aspektin e qëllimit. Allahu Madhëshëm pra në Kur'an tregon I drejt për drejt. Dhe kjo tregon për dy gjëra. Pra tre gjëra janë që tregojnë se adhurimi I agjërimit I përket një rëndësie ekstra të veçantë, super të veçantë. Gjëja e parë është mënyra se si Allahu Madhëshëm e ka obliguar. Që sapo e tha. Që u tha që është I dekret hynor, nëse më thënë, kështu që është përcaktuar, është eksplicit, është shkruar, I vullosur deri në ditën e Kiametit. Plus kësaj, Allahu Madhëshëm ne na e shëndosh këtë, edhe pse nuk ka nevojë për shëndoshje, por megjithatë na thot Allahu Madhëshëm që ky është një obligim I përjetshëm për gjithë njerëzinë, edhe për ata që kanë qenë para jush. Dhe kjo tregon fakti që këtë obligime e kanë pas edhe ata para nesh. E kemi dhe ne dhe do ta ketë njerëzia deri në ditën e Kiametit, do të thotë që është një obligim madhor, por I dhoj që ka një rol madhor. Edhe do të mjaftonte me fjalë kjo për të kuptuar se çfarë roli ka. Pra përdesa është I obliguar, do të thotë që pra e kanë bërë edhe të tjerë para nesh, edhe është me dekret hynor të drejt për drejt eksplicit. Po vetëm besimtarve, pra atyre që kanë besuar, pra është një kategori që veçohet në raport me po do vi edhe ky detaj sepse është megjithëse I rëndësishëm, por ta ezauroj këtë pse arsyeja e dytë me që tregon është se Allahu Madhëshëm e ka shpjeguar në mënyrë të drejtë për drejtë finalitetin. Pra ky obligim madhor që kanë pas ata para jush, edhe ju do ta keni edhe njerëz deri në ditën e Kiametit, është I orientuar drejt ku det një finaliteti madhor, I cili është qëllimi madhor edhe I fesë. Është qëllimi madhor edhe I fetarizmit, pra edhe I fesë si zbritje, po edhe I fetarizmit si zbatim, pra edhe jetës së muslimanit si individ dhe si shoqëri edhe në rang global, që është devotshmëria. Do të thotë me I fjalë ne për të shkuar deri atje, na duhet që ta agjërojmë. Dhe përderisa edhe të tjerëve është dash, do të thotë që është një ushqim shumë I rëndësishëm.
Pra është një vlerë madhore që ne na duhet për të vazhduar rrugën si njerëz të devotshëm drejt Allahut më madh. Është një rrugë e pashmangshme, pra atë i cili do të shngërjet nivelin e virtytit e devotshmërisë. Mi po, do vim, kam përshtypjen se do vim tek virtyti i devotshmërisë. Do t'i marrim të gjitha konceptet e thjeti. Por ti përgjigjur asaj që thatë, pra ju është shkruar besimtar, po këto kanë domethënie shumë të madhe. O ju që keni besuar. Ndërkohë që Allahu më thoshte Zoti gjithë njerëzve, dhe ne kemi në Kur'an thirrje o ju që keni besuar dhe o ju njerëz. Pra her pas here në Kur'an përmenden po themi kategori të veçanta. Patjetër. Kategoria që keni besuar është një kategori që përsëritet her pas here, po tërheq vërejtjen dhe për besoj për diçka të rëndësishme. Patjetër. Plus ai këtu Allahu më thoshte ka veçuar besimtarët nga muslimanët. Por të thënë edhe muslimanëve ngrirën në nivelin e besimtarit për të agjëruar. Po jo thjesht për të agjëruar në aspektin fizik, por për të agjëruar në atë lloj forme që ju mundson ju të arrini devotshmërinë, të furnizoni me vlerën e devotshmërisë. Bukur që është besimtari. Shkurtimisht besimtari është ai i cili e shijon me Zotin adhurimin, e shijon me Allahun punën e mirë. Ai për shembull kur e merr sadekan besimtari, ndryshe nga muslimani, e merr sadekan edhe jep atij fukarait apo nevojtarit, apo dhe i punë të mirë sociale. Ai me fjalë e ndjen dhe e kupton, ka vetdijen se ajo sadaka para se të bie në dorë të fukarait ka rënë në dorë të Zotit. Kjo është vetdia imanore. Kur shkoj dhe fal namaz, bukur, ajo që më nxit mua për shkuar rreth parë për shku të fal namaz në xhami është hatri i Zotit. E dyta, në momentin që un fal namaz, un jam me Zotin. Kjo është stadi besimtarit. Do të thotë unë e di dhe e ndjej dhe jam i vetëdijshëm që Zoti është përballë me. Ky është stadi besimtarit. Por e veçanta e besimtarit aty është që ai shijon këto me Zotin. Pikrisht. Pavarësisht faktorëve dhe rrethanave atmosferore të jashtme. Dhe pikrisht kjo e bën me fjalë që me zor ta pres agjërimin e Ramazanit. Edhe megjithëse besimtari kur afrohet Ramazani, e ndje pra e merr madhe si puna e fëmisë me u kthy ke nana e vet edhe shpirti, edhe Allah më thoshte subhanallahu ka kriju njeriu në atë lloj forme që pra kur ti afrohesh që drejt Ramazanit, edhe me qenë vet, pa xhamat. Kur afrohet muaj Ramazanit fillon zemra troket ndryshe, domethënë shpirti e ndjen. Bukur, si puna e frutave dhe trupi. Për shkak disa gjithë frutat, ti shijon më tepër në sezonin e vet. Tash ti shpirti ka mall për Ramazanin. Edhe ky është shpirti imanor. Sepse ti e din me i fjalë se do të përjetosh disa momente të ndryshme me Allahun e Madhëshëm. Kjo pastaj është sekreti që të mundson me i fjalë të ngarkosh ose të furnizosh baterinë e atyne paketave, asaj pakete vlerash që e ka emrin devotshmëri, që të mundson e para ti të realizosh qëllimin e agjerimit dhe njëkohësisht furnizohesh me ato energji që të mundsojnë të vazhdosh rrugën tënde të Allahut Madhëshëm. Drejtoni të diçka, dhe kjo është devotshmëria. Ç'është devotshmëria, pa çka kur themi. Unë jam i devotshëm. Për devotshmërinë profesor do na duhet që të dedikojmë një pyetje më vete, po do duhet që të ndiqim logjikën e ajetit i cili flet për agjërimin, i cili vazhdon të thotë pra o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi ashtu siç ka qenë i obliguar dhe për popujt para jush. Pra duket sikur është një dekret hynor, jo vetëm për pasuesit e Muhamedit, por se për të gjithë shoqërinë. Pra në çdo shoqëri ka patur agjërues, që do thotë që çdo shoqëri ka nevojë për agjërimin si institucion. Përse kjo nevojë e pashmangshme e çdo shoqërie për agjërimin? Kjo pjesë ose ky segment i këtij ajeti madhështor vetvete, siç e thashë pak më sipër, është një nga treguesit që me të vërtetë agjërimi përket një rëndësie të veçantë. Arsyeja është shumë e thjeshtë, por shumë thelbësore. Sepse gjithë njerëzia nga Ademi alayhissalatu wassalam deri në ditën e Kiametit janë krijuar për një qëllim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Dhe kur Zoti ju të tha me lajkeve, unë do të krijoj në tokë një mëkëmbës. Mi po këtij mëkëmbësi për ta ruajtur statusin e vet, çai duhet. I duhet përkujtues. I duhet forcë, i duhet energji, sepse rruga është e gjatë, njëkohësisht në shumë raste është rrugë me aromë të jashtëzakonshme, e mrekullueshme, xhenet, në shumë raste është rrugë me vështirësi. Me fjalë, rruga drejt Zotit nuk është rrugë gjithmonë e shtruar me trëndafila. Dhe ngjarjet që ndodhin rreth nesh me fjalë kuptojmë, më bën të kuptosh. Atëherë çfarë? Ti të duhet me fjalë një përkujtues, të duhet më shumë sa një përkujtues, po duhet energji me vazhdo rrugën me sukses drejt Zotit për të realizuar këtë mision për cilin të ka zbrit Allahu Madhëshëm në dunjë. E dyta, ne jemi adhurues Zotit. Ademi vet alayhisalatu wassalam. Bukur Ademi me Havan, që të dy krijuan për çfarë? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar xhindet dhe njerëzit përveç se për të më adhuruar mua.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Wa bidhalika umirtu ana wal muslimun. Thua namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun e mëndueshëm i cili nuk ka shok. Dhe për këtë jam urdhëruar edhe unë i parë muslimanëve. Kjo rafshi individual, rafshin kolektiv. Njeriu është qenje me mision individual, po edhe me mision kolektiv. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Dhe kështu ju kemi bërë popull të ekuilibruar. Por ekuilibrin s'mund ta dhësh vetëm se nëpërmjet tyne ibadeteve që i ka bërë Zoti. Që t'jeni dëshmitar për gjithë njerëzit, siç Muhamedi ishte dëshmitar për ju. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Yani ummeti më i mirë që jeni nxjerrë për të mirë. Urdhëroni për të mirë, ndaroni ka e keq dhe besoni Zot. Këto janë me fjalë dhe shumë ajete të tjera, me fjalë dhe hadithe të tjera, të kuptohet që nxjerrin pa misionin e njeriu. Mi po, pasja parasysh këtij fakti që ne jemi qenje me mision, si rafshi individual, edhe kolektiv, edhe global. Indiani, muslimani indian, muslimani shqiptar, arab, muslimani europian, muslimani angles, amerikan, latin, rus, me archipelagu apo me Filipinet, gjithë pavarësisht kemi një qëllim. Edhe rafshin individual, edhe rafshin kolektiv. Të gjithë jemi krijuar për këtë me fjalë synim ose finalitet të madh. Që do të thotë, për të qenë në nivelin e këtij misioni, ti duhet energji, duhet forcë. Shkolloj. Apo jo, atëherë çfarë? Thot Allahu më ndëshëm, që gjithë kanë nevojë për këtë energji, për këtë paket vlerash që quhet brendshme dhe të jashtme, shpirtërore dhe behaviorale, individuale dhe kolektive, që e ka emrin devotshmëri. Dhe duke qenë se gjithë kanë pasur një mision, që në kohën e Ademit, deri tek njeriu i fundit që do thotë la ilaha illallah në faqe të Dheut, atëherë të gjithëve pa përjashtim ju duhet ky ushqim që do të thotë në krahun tjetër. Pra edhe në rafshin individual dhe në rafshin shoqëror, sepse ajeti nis, po themi, në dimensione individuale, pra ju që keni besuar individit, pastaj thotë ju është bërë obligim ashtu siç ka qenë për shoqëritë e mëhershme. Pra Ramazani është shkollë jo vetëm për të brendshme dhe individin, reflektimin personal, po duket që është një shkollë edhe për shoqëritë. Pra ka mësime, po themi, edhe makro nëse më. Patjetër. Pra e theksova edhe pak më sipër. Ne jemi qenje me mision. Edhe në rafshin individual, edhe kolektiv. Ramazani, agjerimi më drejt, na shërben për të realizuar mos harrim diçka. Gjë rastin ta potencoj. Përgjegjësia kolektive në Islam kalon nëpërmjet përgjegjësisë individuale. Kjo s'duhet haru. Edhe sa më i lartë jetë niveli i përgjegjësisë individuale, apo sa më i kultivuar tjetë tek njeriu përgjegjësia e tij individuale para Zotit. Pra sa më i përgjegjshëm ti je si individ, bravo, aq më e lartë do të jetë me fjalë potencialisht paktën, por edhe realisht përgjegjësia kolektive. Dhe këtë mos harrojmë. E sjell këtë për arsye se civilizimin në cilin ne jetojmë, me dashje apo pa dashje, por kam përshtypjen edhe u ka dalë nga dora kjo, bukur, ka marrë çfarë? Ka marrë me fjalë hisen e individuales totalisht shoqërorja. Edhe njeriu është kthy, siç e thotë edhe Begoviçi i famshëm, thjesht me fjalë një çfarë, një kokër shkrepse, po e them me fjalët e mia, në paketën e shkrepsës. Nuk ka identitet vetëm. Mos harrojmë, shëndeti apo shëndoshja e identitetit të shoqërisë kalon nëpërmjet shëndoshjes së identitetit të individit. Pra na e po të shikojmë edhe ajetin kuranor. O ju që keni besuar. Besimi është kolektiv apo individual? Besimi fillon individual, që e ka përfshi me një fjalë edhe individualen edhe shoqëroren. Shoqërorja ç'a bën? Ç'a thonë Umar Khattabi, heja bina nu'minu sa. Hajdeni bashkëtulim ta shtojmë imanin. Pra ne ndihmojmë njëri tjetrin të shtojmë imanin që e kemi në asël individual. Imani është individual. Pra lidhja me Zotin është individual. Prandaj edhe shoqëria e pejgamberit kishte musliman, besimtar, mu'minin, sadiqin si puna e Abu Bekrit, kishte edhe çfarë munafiqin. Edhe pse ishin në komunitet gjithë musliman. Ai tha na njërit prej hipokritëve pejgamberit që ti si musliman nuk e tha. E ditë edhe pse kishte listën. Bukur. Mirë po, fatikisht në xhennet me çfarë hym? Me këtë kolektiv me individualen. Në asël me individualen, por na shtohet sevapi dhe ne realizojmë misionin ton nëpërmjet kësaj kolektives. Pra besimi është individual, por se jetësohet në kolektiv. Bravo, ja kjo është. Nuk jetësohet vetëm brenda, po them për jetimeve individuale, me jetë në shoqëri. Por ashtu rastet me fjalë e jashtëzakonshme, ose rastet domosdoshmërisht, si puna e gruas faraonit. Pra se si përjetohet imani individualisht i gruan e faraonit. Ka hyrë është një nga 4 zonat e xhennetit. Ashtu kemi patur raste edhe gjatë kohës komunizmit, ku tek ne ku ndoshta ka qenë vetëm që agjeronte dhe komunikonte ndoshta vetëm me veten, se nuk kishte asnjëri tjetër. Bëhet ja shpreh të besimin. Pranaj me fjalë Allahu më e nis kështu për të thënë shkoni. Jo ju që keni besuar,
Bukur, që çdo njeri për ju është me fjalë ka vlerë, kujdes, o ju që keni besuar, unë kam besuar, ti ke besuar. Që do të thotë, kjo vlera e këtij shumatorit, varet nga vlera e kujt, e individuales. Pra sa më shumë ta kultivojmë, aq më shumë me fjalë do ta shëndoshim edhe tek njëri tjetri. Pse ka shumë nevojë? Pse është shumë i rëndësishëm shumë ky koncept? Për arsye se mos harrojmë, shumatori të dobtëve sjell dobësi dhe jo forcë. Mos harrojmë. Mos harrojmë. Shumatori të dobtëve sjell dobësi dhe kështu janë skllavru dhe vazhdojnë të skllavrohen popujt. Demokracia, turma, jemi shumë. Fatikisht sa jemi. Omar Khattabi çfarë tha? I dërgoi me Abu Musa Shariu dhe tha, unë kam nevojë për 1000 ushtar, për 4000 ushtarë 10.000 dinar. Ja çoj 10.000 dinarët. Edhe i çoj 1003 ushtarë. Madje më çoj vetëm 1000. I tham çove dinarët, po s'm çove ushtarët, po tham çove vetëm më tham dërgoj vetëm 1000. Tha jo, të kam dërguar 4. Sepse aty ka ato 1000 janë 3 burra, njëri prej tyre vlen nga kësa 1000. Prandaj kjo duhet pas parasysh. Pra konsolidimi individuales. Prandaj thot Allahu mandosh illa safa innahu li wa ana zibi. Çdo punë e birit të Ademit, si i drejtohet tash individualisht. Është për të përveç agjërin, ajo është për mua dhe unë dita ta shpërblej atë. Prandaj më fjalë sa më shumë konsolidohet dhe mos harrojmë. Agjërimi është tipik i adhurimit individual. Është tipik. Është kategori dalluese ose e dalluar e agjërimit individual. Por Allahu mandosh për të na mundsuar ne ta shijojmë akoma dhe më tepër dhe për të na ndihmuar sa më shumë që t'ia marrim sa më tepër dobin, ka vendos disa gjëra të tjera, si puna e kujt, e taravive, namazive xhamat, kuptohet, demonat që ta shojmë iftaret bashk. Po shikojmë gjitha janë çfarë? Janë elemente të jashtëm. Kurse agjërimi është lidhje mes robit dhe Zot. Ka ndonjë për shembull për ne që e detyron kush ma agjëros kërkosh. Shumë mirë më mund të ha bukë me gjatë ditës, edhe ngre thot kam hangur me fjalë jam agjëruar më kam në syfyr. Fatikisht askush. Se është sirr, sekret mes robit. Ama ç'a ndodh? Sa më shumë konsolidohet kjo, aq më tepër konsolidohet kolektivja. Pra, Ramazani hyn, po themi në thellësitë të shpirtit, por se hyn dhe edhe në brendësitë të koncepteve që ka njeriu, duke ja qartësuar, duke ja thellësuar ato. Duke theksuar edhe diçka tjetër, kërkojnë ndjes që mënyra kryesore, për mos me thënë vetme, për ta konceptuar në palc agjërimin dhe kryesisht edhe shtyllat e Islamit, është duke analizuar në hijen e qëllimit madhor të ekzistencës. Që e thatë që njeriu është më këmbë si Zoti në tokë dhe është adhurues i tij. Urdhërues për të mirë, ndalues nga e keqja. Dhe duket sikur ajeti pastaj merr kulminacionin e vet, duke thënë, duke shprehur qëllimin më eksplicite pse është gjithë ky agjërim i shtrirë në të gjithë shoqëritë dhe si nevojë çdo shoqërie, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Duket sikur ky është thelbi i këtij, po themi, projekti tridhjetor që kanë muslimanët. Por çfarë është devotshmëria? Devotshmëria është shfrytëzojmë çdo moment të këtij muaji për të marrë sa më shumë sevape, sepse sevapet në këtë muaj janë ndryshe nga çdo muaj tjetër, duke u falur më shumë, duke lexuar Kur'an më shumë, duke shtruar iftare më tepër, duke bërë bamirësi. Çfarë synohet me devotshmërinë këta jetë? Atëherë, Allah shpëlef pyetja është në 10 në kuptimin e llafit që godet në 10 dhe unë mendoj se edhe hoxhallarët, po edhe intelektualët, po edhe prindrit duhet punojnë me fëmijët e tyre rreth këtij koncepti. Sepse adhurimi sa më i drejtë dhe më i mirë orientuar të jetë, aq më tepër përfitohet prej tij dhe realizohet me fjalë synimin për cilin është obliguar. Tashti, lalekum të takun që ju të jeni të devotshëm, të arrini devotshmërinë. Që do thotë ne agjërojmë 30 ditë për të bërë devotshëm. Që do të thotë tash, për të kuptuar se sa efikas do jetë agjërimi, jo në radh parë, për të dhënë vlerë agjërimit, duhet të kuptojmë në radh parë ç'është devotshmëria. Devotshmëria është çfarë? Është devocion, është përkushtim me Zotin. Bukur, devocion do çfarë? Vazhdimsi e rrugës derisa takohesh me Zotin duke qenë i kënaqur me ty. Devocioni është çfarë? Është, le të themi, korrektësi. Korrektësi në ç'aspekt? Korrektësi ndaj kujt? Ndaj Zotit. Korrektësi ndaj vetes, duke ruajtur ekuilibrin. Korrektësi ndaj vetes si? Duke qenë me Zotin në gjitha rastet. Je vet apo si je vet? Ti je një, ti je rob i Zotit kudo që shkon. Je në tokë, je në qiell, je në grop, je në det, je në oqean. Ja buneje kur i thot Lukmani birit tij, ti çdo punë që ta bësh madhe apo të vogël, edhe sa i grims, kudo që ta bësh në qiell, në tokë apo në shpellë, Allahu mëndosh ka për të ardhur. Kjo është devotshmëria. Devotshmëria është, le të themi, një paketë vlera që përbohet nga sinqeriteti,
itlesian fejnuhu liwa enerzi, përveç agjerimit, ajo është për mua dhe unë ditë është për blej. E dyta kush është? E dyta është besnikria, se ku ndryshon sinceriteti nga besnikria. Sinceriteti është në thelbër sekret mes robit dhe Zotit në lidhje me punën që bën. Dhe veprën që bën dhe piknisje, mos harrojmë. Sinceriteti është domosdoshmëria e piknisje dhe vazhdimësisë dhe fundit, përveç ai ishte në piknisje. Pra kjo është për Zotin. Dhe fatikisht po qie me gjithmonë për Zotin, në fillim ai shkon për Zotin deri në fund. Sepse sinceriteti ka forcë shumë të madhe. Sinceriteti është domosdoshmëri e besnikrisë. Besnikrisë do të thotë lojalitet dhe korrektësi të pa epun, të pa kompromist ndaj kujt, ndaj parimeve. Që ka thënë kjo është besnikria. Ose së paku përpjekje, sepse njeriu ka mangësitë e veta, nuk është absolut se ndonjëherë dikush dhe mund të demoralizohet në përpjekjen e tij që bën, nuk gjen forcë në vazhdimsi dhe ndoshta kjo i bën të mendojë që nuk është për mua ose nuk jam për këtë rrugë. Veç mos jam shumë dakord me këtë, por më tepër që agjerimi është edhe muaj, Ramazani është edhe muaj tobes, muaj pendimit. Padyshim, por kujdes. Kur vim këtu, sidku, besnikria është më fat tipar i kujt, tipar kryesor i besimtarit agjërues dhe sidku, besnikria është vlera kryesore pas sinqeritetit që synohet, që do të thotë unë duhet ta synoj me fat ta përfitoj. Që do të thotë në fund të muajit Ramazanit, kur unë të kem agjëruar ose çdo ditë me fat që unë agjëroj, e shoh si një mundësi të mbushjes së kësaj baterisë që përbëhet nga sinqeriteti dhe besnikria. Besnikria duhet marrë pjesën e vet. Po si kultivohet kjo besnikri? Më shumë kollajt, pasi logjik. Angrejmë unë për hatër të Zotit. Po që do thotë unë jam 29 apo 30 ditë rresht besnik ndaj kujt, ndaj Zotit. Kjo është besnikria. Dhe kështu e kultivon besnikrin. Ti trajnohesh nëpërmjet agjerimit për të kultivuar besnikrin. Ti ngrihesh natë për mand me fjalë në syfyr. Tek të parët profesor ka patur një cilësi spaku ajo që transmetohet nga tregimet profetike, që kur profeti ju paraqiste, po themi shpalljen hynore, ata mendoheshin një herë nëse do ta pranonin apo jo. Nëse pranonin, shpesh jeta e tyre ndryshonte rrënjësisht. Pra marrëdhënia me të vërtetën që ata pranonin i shndronte në tjetër, po themi, edhe besimtar, po edhe njerëz, edhe qytetar. Ndërkohë që marrëdhënia me të vërtetën në kohët e sotme nuk është e njëjta. Pra shpesh njeriu mund ta pranojë pas një lloj kompleksi të vërtetën, po marrëdhënia që ndërton me të është pothuajse aq e dobët sa sikur mos ta kishte pranuar. Çfarë ndihmon një individ që të vërtetat që ai pranon me vullnetin e tij të jetësohen dhe çfarë i ndihmon që këto të vërteta të kthehen pastaj edhe në koncepte të thella që e bëjnë të reflektojnë ndryshe dhe të jetojnë ndryshe, ose së paku të ketë një marrëdhënie tjetër me të vërtetën. Nga varet me fjalë bashkëveprimi me urdhat e Zotit. Nga lloji i zemrës. Sa më sinqert jetë zemra. Dhe ky sinqeritet buron nga njohja, sa më shumë ta njohim Zotin. Sa më shumë e dim se kush është Zoti dhe kemi konceptuar në hijen e atij informacioni që na ka dhënë dhe kemi përdorur dhe zbatuar ashtu siç duhet atë menhej dhe metodë kuranore për të njohur Zotin, që është metodë shumë e afërt edhe shumë praktike. Pra na duhet njohja e Zotit, sepse kjo mungon kryesisht. Padyshim. E dyta, njohja që natyrshëm gjeneron iman, gjeneron besnikri. Shai i cili është i vetëdijshëm se ka Zotin afër. Zoti është më afër robës sa demoni qafës, që Zoti është shef, e dëgjon, e ka Zotin me veten në vështirësi, nuk e lën balt asnjëherë. Allahu më është bujari pafund, furnizuesi pafund, ka dorë hambaret e qiellit dhe tokës dhe s'ka vështirësi në dynja që mund t'i dal ball dhe mund të vështirësojë. La ta'uduhusin në tumulanum. Allahu nuk e lodh as gjumi as kotja. Pas Yunusin barkun e balinës edhe atje e nxori Allahu më ndoshta. Dhe jo më kot na jep këtë shembull. Por të na thënë për ta mbërcjellë mesazhin, s'ka vështirësi që del para Zotit. Pra, cilësitë e Zotit kanë dy karakteristika, pafundësia dhe përsosmëria. Dhe në këtë e kemi thënë nga mbështime disa herë. Tash ti vim këtu, kjo gjeneron çfarë? Iman. Tash kjo zemër që është e mbushur me këtë iman, me këtë besnikri. Kur vjen urdhri i Zotit, pra pse thot Allahu wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Një besimtari dhe një besimtare nuk i takon që kur Allahu Madhërisht ta ketë vendosur diçka që të kenë ta pranojmë ose pranojmë. Por të na thonë Allahu Madhërisht diçka tjetër nga ky ajet kuranor. Vetëm besimtari dhe besimtarja kanë forcë për mos me e vënë në diskutim urdhrin e Zotit, që do të thotë në krahun tjetër mesazhi i dytë. O robi i Zotit,
nëse me gjithmonë do të ndërtosh këtë marrëdhënie të drejtë për drejtë dhe të shpejtë dhe të padiskutueshme, dhe të natyrshme dhe të pëlqyeshme dhe ta pranosh me dashuri urdhrin e Zotit, ka vetëm një zgjidhje, që ti je prej kujt? Mu'min, besimtar. Ti je çfarë? Jo thjesht musliman, pjesë e komunitetit. Mu'min, pra zemra jote të ndryshuar me njohjen e Allahut mëndueshëm Zotit gjithësi. Kjo zemër është tokë pjellore. E çdo lloj urdhri. Si erdhi ndërtoi marrëdhënie me urdhrin e Zotit, ai personi i cili ndërton marrëdhënie me urdhrin e Zotit dhe ndalesën e tij, me këtë lloj zemre, ai gjithmonë ja shef hajrin në dynja para ahiretit urdhrit e Zotit dhe ndalesës së tij. Ai vetëm e shijon. Vetëm e shijon. Pa nuk e ka me vështirësi. Ta bëj mos e bëj, sepse ai e din krahun tjetër se ka të bëjë me i Zot, që para gjithçka që ka obliguar dhe ka ndaluar vetëm në të mirën e tij, të dynjas dhe ahiretit, po në krahun tjetër e bën për shkak të dashurisë që ka për Zotin. Dhe kur ti e bën diçka por hir të dikujt që e do, ti e bësh me kënaqësi edhe pse mund të jetë mundimshme. Pa ka njëri që ose qenie me i falfali që mund të duhet më tepër se Zoti. Natyrshëm. Prandaj me i fjalë marrëdhënia. Po që kështu, pra toka është zemra imanore, apo zemra çfarë as-sadiqa, el-mukhlisa, e sinqertë dhe besnike, atëherë se edhe kjo filiz e urdhrit hynor me njerëz e rranjë. Edhe vetë bima kënaqet aty. Edhe vetë me i fjalë toka zbukurohet me i fjalë me këtë urdhër hynor dhe natyrshëm jep frutën e çfarë? Me sjelljen tonë të përditshme, edhe si adhurues, edhe si fitues i rrezikut halal, edhe si bashkëshort, edhe si fëmijë dhe mbi gjithë edhe si misionar i Zotit në tokë. Përsa një pyetje shumë praktike, po mundësisht shumë të shkurtër. E di që është e vështirë. Çfarë do këshillonit praktikisht për agjëruesit, për shikuesit në këtë muaj? E para gjë, pra më tepër meditim, më tepër reflektim, më tepër adhurim, më tepër kontakt me njerëzit. Dy gjëra. Gjëja e parë sa më shumë istikfar. Istikfar për ata që na dëgjojnë dhe nuk e dinë çfarë nuk kupton? Po. Istikfar do të thotë sa më tepër me fjalë tobe, pendim dhe kërkim falje për Zotit. Istikfari, pra tobja, është kushti i domosdoshëm parak i përgatitjes së zemrës për qenë për një tokë pjellore, për qenë një tokë pjellore për urdhrin e Zotit. Madje është kushti parak për një zemër që të jetë si puna një ene që pranon me fjalë atë lëngun e pashpjegueshëm të imanit, me fjalë të ëmbëlsisë së imanit. Pra kjo zemër duhet pastru. Ka me në madhësia, nga vetë pëlqimi, nga lakmia, nga tahmaja, paragjykimi, zelia, smirat e mërat, të ndihmon shumë kush istikfari, sa më tepër istikfar. Përgatitet zemra, vjen me fjalë agjërimi Ramazanit, hatri i Zotit. Ka hyrë sinqeriteti, besnikëria. Por i edhoj, mos harroni. Ky besimtar edhe kur s'don me bë punë të mira, domosdoshmërisht ka për të bërë punë të mira. Madje Allahu mëndueshëm, edhe atëherë kur nuk ka shkaqje me punë të mirë, me bë punë të mirë, Allahu ja krijon shkaqet. Pra e ndjek e mira nga ato që shkon, e ka kërkuar të mirën, do e ndjek, do e bëhet pjesë e jetës. Her pas here, po pikërisht. Her pas më ndal gjatë hadithi pejgamberit, ju jarul marwa raqba anfi. Robi shpërblehet edhe kur nuk do. Madje raqba hemi për natë ti. Ti për shembull nuk e ke mendje me bëj një punë të hajrit. Allahu mëndueshëm ti krijon mundësi në allë forme që të detyron me bë punë të hajrit. Ashtu siç e ka nisur agjërimin shumë veta ndoshta. Ndoshta atmosfera, shoqëria, familja. Ka thënë shoku me fjalë që hajde pa agjëroj. Ka kapur pak sedra, pak gara për ose dikush ka agjëruar po se ka provuar zakatin ose sadakan. I bën Allahu mëndueshëm kushte për shembull, mund të jesh me 2-3 veta, ato japin zakat. Si ti ja bëjon? Të shkon të japin ose jep edhe ti. Pra Allahu mëndueshëm e shtyn robën me fjalë drejt punës mirë. Edhe pse në natyrë jemi të urdhëruar që të bëjmë sebepet, kuptohet. Por kjo zemër që është lidhur me Allahun e mëndueshëm dhe s'mund të lidhet vetëm se kështu, nuk ka formë tjetër. Një zemër që ka vetë dijen se me kë ka të bëj, ajo është një zemër me që natyrshëm gjen forcë dhe më u pastru, me bë vet lavazh dhe përgatitet me fjalë për ta prit këtë mik, apo ton këtë le të themi këtë atmosferë të veçantë për një lidhje të veçantë, që fillon me lidhjen me Zotin dhe reflekton pastaj se më thon bujari, edhe në fjalë, edhe në shikim, edhe në lëvizje, edhe në kontribut, edhe në mirësi etj. Dhe gjithë elementet e tjera pastaj të Ramazanit. Bukur që janë namazit taravis, leximi i Kuranit, sadakaja, fjala e mirë, respekti, farefit, gjithë këto janë element shtesë, janë element ndihmues. Por kujdes, kjo është renditja. Nëse e kemi këtë të parën, edhe këtu duhet luftojmë shumë, vinë edhe ato dy tjerat, ose 5 apo 50 sa janë elementet tjera, që edhe ato kanë rëndësinë e vet. Dhe natyrshëm pastaj do të shikojmë që sevapi është tu shumë dhe do të vim ditë nga me do themi o Zot, nga erdhi gjithë ky sevap. Do na thotë Allahu më shumë robi im. Atë kuptohet filan ditë
ti një kokë hurme e ndave për iftar me shokun aty që kishin krah. Ose duke ngrënë iftar e mora atë bukën, një fet more për vete dhe një fet ja dhe shokët. E veprime shumë thjeshta. Thot për hatet asaj se ti e pate në shqetësim edhe shokun tënde, nuk mendoj vetëm për vete, unë thot ta fala, sepse është hatri i Zotit. Pse dikush u fund në xhenet për shkak të një qeni? Pse? U fund në xhenet për shkak të një qeni. Pra është veprimi sublim, është akti, është po themi njëti, qëllimi. Jo, kush hatri i Zotit. Hatri i Zotit. Hatri i Zotit i dha vlerë, i dha peshë, se xheneti nuk është kaq i lirë. Inna Allah ishtara min al-mu'minina amwalahum wa anfusahum bil janna. Allahu ka ble në këmbim të xhenetit si çmim ka marrë për robëve jetën e tyre dhe pasurinë e tyre. Mi po ky pse me fjalë pas ka hyrë në xhenet për shkak të qeni, sepse vetëm hatri i Zotit e bën njeriu që edhe një zbresën pus, të mushi këpusën me vetë japi ujë qenit. Pra këtë lloj spontanitetin, thojza, këtë lloj natyrshmërie, këtë lloj marrëdhënie kaq të natyrshme me punën e mirë dhe me veprën e mirë, kërkon me fjalë të krijoj edhe agjërimi tek ne, që është kjo devotshmëri. Ç'është devotshmëri? Pa devotshmëri me fjalë shkurt dhe thjesht, është me fjalë që ti jesh musliman, bamirës, besimtar, bamirës pa kushte. Pa kushte. Mirë, por nuk mund ta bëj vetëm sa që adhuron për hatët e Zotit, por duke pas parasysh se vetë dijen se me kë ka të bëj dhe kur ndërton marrëdhënie me adhurimet e Zotit, ndërton mbi këtë themel vetdije. Profesor, faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi dhe falenderoj jo vetëm për këto fjalë, por se për gjithë angazhimin tuaj në shërbimin e besimtarëve për të kthjellësuar më tepër me veten raport me të vërtetën dhe me atë që është qëllimi i jetës. Faleminderit. Zoti ju shpëlbeft edhe ju mundin që bëni. Amin. Ndërmjet miq, këtu e mbyllim pra dhe këtë takim të sotëm, folëm për raportin që duhet të ketë gjithë secili për nesh me të vërtetën, ato të vërteta që i kemi pranuar, por se nuk i kemi brendësuar. Nga kjo bisedë kuptuam se duhet më tepër njohje për këto të vërteta, më tepër njohje për Zotin e këtyre të vërtetave, por rrjedhoj do të kemi më tepër bindje dhe dashuri për to dhe si rrjedhoj ato do të brendësohen në jetën tonë. Ju falenderoj që qëndruat me ne, dhe jemi sërish nesër, kalofshi sa mirë.